ne jemi aq, si them, ne mendojmë se gjithë njerëzit duhet na duan. Jo, ti kur kritikon aq, ti duhet presësh që ajo pala tjetër do të bëjë diçka kundër teje. Edhe unë e kam ditë, unë shpesh kam thënë që po çfarë, mua ata do të më duan, si mund të më duan. Edhe në Maqedoni mu gjithmonë, edhe pala maqedonase edhe pala shqiptare, kur kam qenë në pyetje, ato kanë qenë bashkë, që ky duhet bllokuar. Edhe andaj ju i keni edhe ato përgjimet, ato bisedat, ku ajo zonja e BDI-s i thet kryetarit të BDI-s, këti duhet t'ja mbyllim gojen, këtë duhet t'ja ndalojmë në Shqipëri të thotë. Do me tha, gjithë ata janë kuda, po unë këtë e kam prit, mu asgjë nuk kam befasuar, se shini, është naivitet edhe duhet jesh idiot ti të mendosh se ti kritikon, ata do të duan. Ka bërë në një moment, po themi, ky presion të mendosh të ndalësh, apo jo? Jo, ka pas momente kur ti thue, mirë po mbesoni jo kur shkaku i vetvetes, po unë kam shruar pyetjen kështu. Okej, ti mund për shembull ti flijosh interesat e tua, po kush ta jep ty të drejtën ti të flijosh interesat e fëmijëve tu, interesat e vëllezërve tu? Kush ta jep këtë drejtë? Edhe unë këtë dileme kam pas. A kam të drejtë që ata, po fati im ku qëndron? Mendrat kjo është fati me cilën mu më ka dhuruar Zoti. Asnjë nga vëllezërit e mi nuk ka ardhur të mankohet, edhe thotë që mjaft ma se na dëmton. Asnjë nga fëmijët e mi nuk ka ardhur të dëmtohet. Që thotë sot të kësaj dite e kam, hajde s'du të përmendi vajzët pa punë. Kur nuk ka ardhur të më thotë që shiqo, shkaku yt, lutem pak, apo fillo t'i lëvdosh pak. Kur? Edhe kështu që unë këtë, mirë po, edhe kjo liri e tillë, se liria ndonjëherë është robëria më e madhe, që të çon të thuash kështu. A kam të drejtë unë ata ti dëmtojnë deri në këto përmase? Që unë e di që, për shembull, djemtë e mi merren me gazetari, edhe unë e di që ata ndonjëherë edhe njëri prej aty është edhe pronari i një portali, edhe unë e di që ndonjëherë ai nuk merr reklama vetëm shkaku im. Ai këtë nuk ma thot, po unë e di se e shoh, pse nuk gjithë tjerët kanë atë reklam, vetëm ky nuk e ka. Dhe unë e di pse. Se ti kur del, kritikon Vlenin, kritikon BDI-n, çfarë pret? Që ata do të duan e do të thonë shit që sa të mire kemi Kimin, hajde me diçka. Edhe prandaj, atje nuk ka, a dini ju që për shembull unë jam tashti nuk kanë kohë, jam i lumtur që jam i tillë. Unë kur s'kam marrë asnjë çmim në Maqedoni, për shembull, unë kam marrë çmime tjera. Asnjë çmim s'kam marrë. Asnjë çmim, unë kam marrë çmime tjera në Kosovë, në Shqipëri. Në Shqipëri, në Maqedoni, unë jam emër i ndaluar. Mu më kanë thirrë në Universitetin e Prishtinës, në Tiranës, në gjithë. Në Maqedoni, jo. Mirë po, më besoni, unë këtë e kam prit, që deshtët ju të kritikoni BDI-n, ajo t'ju lejojt shkoni të ligjeroni të Universiteti i saj, të Universitetit të Tos. Jo, e këtë ndaluar. Aty nuk mund të promovohet një prit. Ti e kritikon sot Vlenin, ai në qeveri, edhe unë që do të pres tash, që ata do të thoshin Kimin, duhet ti. Jo, ata, edhe unë, përse unë shpesh, unë talem, unë nuk dua ata të më përmendin as ditën kur do të vdes. Nuk dua. Me të vërtet, do të jesha i poshtruar nëse ata do të më përmendin. Kjo është një lloj amaneti publik. Absolutisht, këtë unë ja kam thënë fëmijëve të mi. Ata nuk guxojnë t'ju ngushëllojnë. Le të gëzohen.